Si mund të thuash për shembull, u gjetën, po marr shkas dëgjova një kështu, u gjetën ca dokumente për shembull te çante Beqir Gerbernes që implikon Ismail Qemalin tek komploti ashtu quajtur i Beqir Gerbernes. Ndërkohë ishte një komplot i sajuar nga Xhon Turqit, nga miqtë e tij të brendshëm, për shembull, nga Sa Toptani, për ta sqaruar një herë mirë të gjë. Dhe nuk ka asnjë historian serioz që implikon për shembull Ismail Qemalin dhe dorëshjen e tij me këtë akt. Ajo patjetër ndikoi negativisht në perceptim, por në anën tjetër dhe gjyqi që është bërë të gjitha nuk nxjerr asnjë fakt që Ismail Qemali për shembull se flitet që kishte bashkëpunuar, ai do bashkëpunonte me Turqinë dhe me Bullgarinë për të shpëtuar Shqipërinë, trojet, për të luftuar për të rimarr trojet që na kishin marrë. Që nga ana tjetër nuk ka asnjë gjë të keqe po ta shikosh me sytë e sotshëm. Po nga ana tjetër në atë moment ishim në një aleancë me fuqitë e tjera Shqipëria dhe ato e ndihmuan pavarësinë ato për kranin dhe perceptohesh ashtu si perceptohesh. Por të thuash që ka dokumente, apo ka ndërkohë nuk nxjerrin asnjë dokument, është mungesë serioziteti dhe më vjen keq se këta njerëz japin dhe mësim në universitete dhe helmojnë dhe brezin e ri.